Ma që me së barë dhëmbët. Qura që, do fundi me palat në kokë. Që u bëgë 4 vjeç, ordiner. Kam qenë moshë tënde, s'dijat numëroja. Jo se dita shqipë. Albano, hëmë në zemra vogël. Si që e këj byreku më. Byreku shumë mirë, kush do pak byrek me gjizë? Ha! Do byrek me gjizë, do byrek me gjizë. Mua. Ha? Jo, e di shtëpia që je këtu apo ke kështu? Genti Gjota, eja një zemrat e vogla. Kapi co bërë, kapi. E gjete zokun e tunës? Akoma jo do e kërkoj. Zoku tunës është sa ti, që sa një ndim po t'jap. Okej, në rregull, mirë. Po flisja pak me Cubin për një kështu. Shiko, Genti! I se godova. Po pse më, ju që boni, nuk flisni me nej shoqe në përcepa, Do flasim, po jo. Po jo, shoqe me pandalona. Ama se s'kan. Sa letër, s'ka lezet. Pastaj shok dhe shoqet ja ku kanë shpinë. O djema, edhe ti Gjota. Urdhro. Se ti je gjini më vete. O djema dhe Gjota. Je gjini më Gjota vete. është asjancë. O i madhi Gjot. Alo, po. Më digjo, jo alo më Gjot. Jo, tha për humor. I madhi Gjota tha në aspektin që... Ka ardhur koha që ta lini këtë zanat që keni. Nuk i dilet me këtë. Me që dojnë bukne? Të hyni një zanati, ti do ash buk me djath, si që të thonë. Nuk i dilet me këtë zanat. Kështu që do i hyni politikës. Politički program. Po, do i hyni politikës. Dhe, për t'ju amësuar politikën, se si funksionon, se si bëhesh politikan, unë kam sjell një super zonjë. Hojër. Ish ministre, ka ardhur me makinën e saj personale, zonja dhe zotrin, ajo ka bërë hapa shumë të rëndësishëm kur ka qenë në krye të ministrisë që drejtonte, ministrinë e integrimit, vjen me duar trokitje, zonja Majlinda Bregu! Zonja Mirë, përshëndetje. Nisa erdhe. Nisa erdhe. Si zheturi. Zonja më trejse e pëtësh, më sharmante. Zonja më trejse po flamur nokën ku ma le. Ka dal nga tregu. Mirë, më mbylli komunikimin me sallën. Majlinda, mirë se erdhe njëherë. Mirë se ju gjeta. Tash mund të themi Majlinda se si më ministre, kështu që mori bombiti. Ti duash mua të gjithë Majlinda më kanë Jo, trajtuar. po s'ke ç'na bën tash, prandaj. Ju jeni e para politikane që vjen në parlament pas Sali Berishës, zoti Sali Berisha. Se thonë njerëzit që kush vjen tek ne, ikëm. Ke ndonjëri fiksim ta heqim. Na thuaj. Unë nuk besoj se Sali Berishën e heq njëri me lojë të ndershme, se me pisliqe dhe me Ne mëdhaj. vjedhim ne do. Por pastaj, çfarë keni ju shumë të madh? Se unë mund t'ju thosh aftoni këta ministrat e rinë gjithë, po këta janë në kod heqtje, si lë njëri që të vim fare. Do vinë ato do vinë. Janë të garanti mos fol mos keq. Do zhvirgjiron dhe ata, mos kemi. Kujda. Se kështu ishim të tërë në fillim. Pastaj Jo, ne kishim kod. Po tani që jeni në opozit. Si ja bëni për lek? Si jeni me rrogat? Ç'a bëni? 2 javë e para e kemi marrë rrogën në parlament. Tani të shohim nëse kryetari i parlamentit mos na ka prerë rrogën për këto ditë që kishim na detyruan Ja, ditë po në salla parlamentit. Spreti lirë. Pa e kena folë tash, spreti lirë. Kush kamera? Lili. Jo Lili. Lili bra. Like. Më ka prej rrogat se po na vdesim për bukë. Se mbaj familjen me bukë. Pak të Majlindës. Se ka ardhur të neve. Po, urdhë, Turi. Atere, Majlinda, këta 4, më falë. Po Gjota... Ja, robe, cili ha robe? Jo, harova Gjota. Atere, harova kjetin. Këta 4, tashmë janë bërë këshu, sa për mbyllësyt, 4 fëmijë të vegjël, gati fëmijë kopshti. Dhe ti duhet të mësosh atyre se si të bëhen politikan kur të rriten, okej? Po fëmijë kopshi me mustaqe. Mi kopi të rrishu. Janë fëmijë o më gjë. Dita Majlinda më ka dhënë mami dhe papi mua në mësimeti. Ja, Gjota, i di rrobat e veta ku janë. Tani, unë besoj që
Politika... Fal, se kam të kapelin e bebe si prezaqu. Qash prezaqu. Politika është shumë serioze dhe pavarësisht se shpeshherë në fakt njerëzve mund t'ju duket që kur merresh me politikë bën qef, është sigurisht një zanat nëse arrin ta bësh tëndin i cili kërkon seriozitet, vendosmëri, por njëkohësisht kërkon edhe që t'jesh i vërtet. Kjo është një rand. Prit, se s'ka mbaruar. Kuj pe gjithë toktit e nërë doka për shumë. Prit, se s'ka mbaruar. Por, pjesa e dytë e politikës, pra në politikë mund të mbjetosh ose duke qenë vetja pavarësisht se munduan ta zhysin kokën 100 herë ti prap duhet ngrihesh dhe ndodh sidomos me gratë kjo që ta kuptoni të gjithë. Sidomos me gratë janë shumë të dashur të gjithë. Ah, sa vuaj. Ne duam gratë, po shumë fare. Ose mundet ka një mënyrë tjetër të lëpish atë që ke bështyr. Dhe unë ju kam sjell nga një lëpirëse që gjithsesi të filloni edhe ta zgjidhni. A dëgjuat dhe ju zotin? Mësoni se cilan nga dy rrugët doni të zgjidhni. Këto genti. Leporuçi. Dyska. O teta Melinda, unë duhet bëhem Sali Berisha. Jo, Sali Berish nuk bëhesh dot. Ja po. O teta Melinda, ja heqim qesën apo ti lëpime gjithë qesën? Jo, unë them t'ja heqësh qesën më Okej. shumë mirë. Dgjoj, o teta Melinda, në qoftë se unë kur të rritem, do të thonë kur të rritem që ti jemi madh, kur të rritem, do të thonë unë kur të rritem, Po. të rritem unë, Kur të rritem, O që mos Gendo, të rritsh. ka benzina ujlali? kur të rritem, duhet të bëhem Edi Rams. Si bëhem unë Edi Rams? Uler qoftë, se t'ka jo tëmë me kimet, mos e bëj këta të lutem. Jo. Jo. O të ta Majlinda. Po, unë kur të rritem një qikë, si të bëhem qikë shpëtim gjikë. Deri O sa ta të Majlinda. rrishtesh ti shpresoj që të mos jetë shkatruar dhe ajo pjesa tjetër e Bregdetit. O ta Majlinda, shiko, me moshën që kemi neve, a mund të bëhemi drejtor tatimesh? Sa vjeç je ti? 2 vjeç. Po ti je 2 e gjysmë bëhesh. A, du t'jemi qikë me ma, dhe? Edhe 2 vjeç e gjysmë. Po mirë, mund vazhdi bëhesh të dogana drejtor pashu. tatimet. Jo, drejtor doganash mund bëhet një tjetër. Mele, mua më ka thënë mami që ti ke marru shkollën për gjitha, ke bo doktoratur Milano, Kanada, Norvegji, Azerbajxhan e të gjitha, edhe unë desha me të pyet, kush më e bukur, Milano apo Baldushku? A, thuaj gjuna që ka një kur ato edukatore si të rrithnin. Pse flisni të gjithë kështu? Ha? Do më lini të flas? Po. Më lini të flason. Sa do, jo vetëm unë, po për këdo që ka lëvizur jashtë Shqipërisë, kur kemi vendosur gjithë që të rrim këtu, do të thotë që kjo është shtëpia dhe është vendi ynë. Këtu do të rrim. O ta Melina, të bëj një pyetje shumë të rëndësishme për politikën. Te Ramo ai ke bler to lëpirset. Ku ma? Te Ramo te ky këtu në krah. Sa shë ka emrin dhe ky juaj? Ramo, jo Rama. Ramua. E ka Ramo. Ramua. Teta Melinda, kam një pyetje unë. Harron. Kam një pyetje. Genti e përdor shumë majoneze, prandaj Një harron. sekond. Dgjoj. Do të thonë, ata, kur ju thonë juve, ata matan të majtët, kur ju thonë juve, ju thonë luli, muli, koli, tuli, qimi. Kurse ju i thrisni, e të vinë, sa i mirë. Pse i thrisni kështu? Ato ju thrasin shkurt, kurse ju i thrisni për zjati. Po sonesa kemi ndryshuar emrin njeriu, te Dirama e ka huqë o shkurtoi emrin e tij, mbas emrit të tij shkurtoi dhe emrat e të gjithëve. S'është fajin. Lej këto ti po. Edhe neve kemi kështu se i thasim ti. Bane. Se ti Albano. Teta Melinda, po, të ta bëj një pyetje të bukur shumë për politikën. Atë ka islamin. E latë para se ta merrin të partisë, mos u ka sjell socializmin me vete. E ishte në një kështu. Mirë është kaçi me shëndet. Po çka që s'del nga shtëpia ishte? I përgatit predat nga shtëpia, prandaj. Hajde. Mele. Cila është fjala? Kalamaj kurios që qënë keni ju. Do të sa japi me vete Teta Melinda. Sa kalamaj kurios. Dhe mos ta vesh si për televizorin. Ri aty ai, shketi si badalla. Cila është fjala që juve keni dëgjuar më shumë? Ha? Gjatë këtyre 8 viteve? Ha. Majlinda, ku je? Jo, nuk është ashtu. Nuk është. Majlinda, ku je? Ne ta pyesin. 2 veta. Kush? 2 veta. Po? Burri edhe kryeministri Berisha. Për të dy kam nga 1 zile të ndryshme në celular. Po. Sigurisht që për burrin kam një këngë. Ke një Dhe për kryeministrin Berisha kam një zile nga të klasike.
që ta dëgjoj kudo që t'jem. Me njerë. Sa bukur. Po me kujdes. Sa bukur. Teta, Se harron o Genti. teta Majlinda, kam edhe një pyetje të fundit. Kam një Mos pyetje u të fundit. mërzit. Ashtu dhe. Qa ka dashur të thotë ky zotria me këtë fjalin që unë e kam parë tekstualisht kështu në televizor. Nuk gënjen, kështu ka qenë. Ash. Po ti ku e di se do të thej? Jemi mbledhur në këtu. Për të dikeruar. Se përpëzimi ynë du të jetë shumë i madh. Sepse kandidatët tanë janë personalitete politike. Të refuzojnë korrupsionin politik. Kandidatët tanë të fala të nderuar zoti R. Kopitilioni me mos motivacionin. Qa ka tash me thonë ky xhaxhi me këtë u çmenda nuk e përkthej dot. Mirë, mos ta vëm në siklet Gjati zonjë ndorë Breku, një ndata. duat trokime të Ta fortë. mendoj se Majlinda Breku! Ishte një kënaqësi që ishi të dy në kalamaj tani janë pak mistreca. Më fal, Faleminderit shumë Julie, që erdhe sot. çfarë do të pyesje zonjën Breku se the kam një merak për ta pyetur në fund. Ti, Julie. Unë. Më the përpara shfaqjes. Fal, atë Jaguarin. Fal, kujt i dhim ti? Tashi, ju bot një gabim fillim, Po. sepse unë erdha me Rolls Royce më parë. Po nuk është i imi, se mos kujtoni se është i imi, se është i Vision Plus. Jo, është Joni Rolls Royce. Mund të po neve kemi lekët e deklaruar, ajo. Zoja dhe zotriniste Një sekond. Sa ke bler Jaguarin e poster? Sa ke bler? Fal, do ma shesesh mua 30.000 euro? A ke ble 60? Atëhere. Jo 60 tha gazeta. Ta gazeta. Dhe unë ju jap fjalën gjithëve, që nëse pronari i gazetës arrin ta shes, qoftë edhe për aq sa e do ti, Po? 30. do t'ja qoftë edhe për aq të sa e Jepja do, lekët do Xhokës, t'ja Samuel. jap të gjitha lekët paguaj rrogën e ndaj gazetari. Faleminderit. Publicitet, ishte Majlinda Breku në apartamentin 2, faleminderit Vodafone i themi pas pak këtu në apartamentin më të famshëm të gjithë shqiptarëve.